Të nderuar vëllezër, namazi është shtylla e dinit. Namazi është shtylla e kësaj feje. Nëse një shtëpi po dëshka me qëndru me shtylla, dhe nëse ja rënojmë ato shtylla po rëzajka, a thu valë, pasi pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam ka thonë se namazi është shtylla e islamit, po t'ja heq këtë shtylla, çka do me thonë vllajdashër musliman? A mbetesh musliman as mbetesh? A mbetet ky islam pa u rënu as mbetet? Nga se namazi është shtyllë e cila e mban islamin, sikur këtë shtylla e mbajnë pjesën e epërme të kësaj xhamie. Nëse ja rënojmë të nderuar vëllezër, për pak kohë ajo bie poshtë, rënohet. Pra dhe islami i një personi rënohet dhe bjen poshtë nëse e hek shtyllën e që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, as-salah imaduddin, namazi është shtylla e fesë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, rasul amri islam, namazi është koka e islamit. Nëse një njeri vllajdashur musliman në dynja nuk mundet me jetu pa kokë, sipas ka mundësi me jetu apo me qenë musliman, një njeri i cili nuk falet, e ka veçu Allahu azza wa jalla këtë shtyllë, e ka veçu nga sekret obligime, nga zeqati, e agjerimi, e haxhi dhe detyrat shumta të cilat Allahu azza wa jalla nëpërmjet Xhibrilit alayhi salam i ka obliguar tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka veçuar namazin pa ndërmjetësues. E merr Allahu azza wa jalla pejgamberin alayhi salatu wassalam mysafir dhe ja obligan 50 vakte namaz. Dhe me mirësinë Allahut azza wa jalla bjen prej 50-ve deri në 5 vakte të nderuar vëllezër. Pra Allahu azza wa jalla me gjitha të na ka nderuar, thot Imam Ahmed ibn Hanbali rahimahullah, thot nuk do të ketë arsye ai njeri i cili nuk falet namaz.